Libri për sot është një kryevepër e letërsisë botërore. Ai titullohet Kujtimet e Adrianit nga Marguerite Yourcenar Senar, të cilën e kemi sjell së fundmi mbasi mungesës shumë të gjatë, edhe për arsye se ky është një libër në fakt që duhet lexuar të paktën një herë në jetë, një nga ata libra që duhet përbëjnë listën e librave që duhet t'i keni lexuar, duhet t'i keni lexuar me çdo kusht. Edhe pse ky, përveç kënaqësisë të jashtëzakonshme që ka, natyrisht na sjell është një libër nga ata libra të cilët janë formimi, vërtet formojnë kulturën e një njeriu. Flasim për një periudhë shumë të rëndësishme, sidomos atë të perandorisë romake dhe ndrysh edhe çfarë ndikimi ka pasur perandoria romake, por natyrisht e sjell përmes letërsisë. Po çfarë është ky libër, Kujtimet e Adrianit? Në fakt është letra që perandori Adriano, i cili, siç e dim, erdhi më njëherë pas perandorit Trajani, i cili bëri luftra shumë të egra edhe të përgjakshme në fakt, duke pushtuar. Perandori Adriano ndoqi një tjetër rrugë dhe e cila ishte një rrugë më në paqe dhe e cila në fakt la dhe gjurmë të jashtëzakonshme në kulturën botërore. Dhe në fakt kjo është letra që perandori Adriano ja shkroi Mark Aurelit, i cili ishte në fakt një nga ishte ai që do të ishte perandori i ardhshëm. Dhe kjo letër është e shkruar në formën e një letre dhe këtë e bën një letërsi të jashtëzakonshme sepse ai tregon gjithë rrugtimin e tij, gjithë jetën e tij. Edhe ndër të tjera shpjegon dhe tregon rrëfen historinë e jashtëzakonshme për Antinon, për Antinoin. Pra gjithsesi kjo është një libër, është histori, është historia e tij, por nga ana tjetër është edhe një histori dashurie, një histori rrugtimi të jashtëzakonshëm. Dhe natyrisht e thash, domethënë një nga ata libra të cilët vërtet do t'ju bëjnë që të mos e lëshoni nga dora. Dhe unë po i lexoj vetëm fillimin për të kuptuar pak a shumë se si nis ky libër dhe çfarë stili, domethënë, ka ky libër, sepse dihet që Marguerite Yourcenar Senar në fakt është një nga shkrimtarët më të mira të botës dhe historitë, mënyra se si ajo shkruan është e mrekullueshme. I dashuri im Mark, sot në mëngjes isha tek mjeku im, Hermogeni, sapo kthyer në vilë për një udhëtimi të gjatë në Azi. Duhej të më vizitonte pa shtënë gjë në gojë. E kishim rënë dakord të takoheshim herët në mëngjes. Hoqa mantelin e tunikën, ushtriva ngadalë mbi shtrat. Po të përsehull si që do të ishin për ty po aq të pakëndshme sa janë për mua. E për shkrimin e trupit e një njeriu në moshë të thyer që po vdes prej hidropizisë së zemrës. Të them të vërtetën, jam kollur me rafrym thellë duke mbajtur atë sipas udhëzimeve të Hermogenit, i cili u alarmua për përparimin e shpejtë të sëmundjes kundër dëshirës së tij, i gatshëm për t'ia vënë fajin jollës së ri që më ka mjekuar, teksa ai ishte këtu. Është e vështirë të qëndrosh si perandor para një mjeku. E vështirë është gjithashtu të ruash edhe thelbi njerëzor. Syri i mjekut nuk shet tek unë veçse një grumbull lëngjesh, një përzierje të shkretë, gjaku e limfje. Ky është momenti me cilin nis libri dhe pastaj rrugtimi i perandorit Adriano që nga fëmiria, rinia e deri në këtë çast të fundit. Në fakt është jeta e njeriu, por është jo vetëm jeta e njeriu, por dhe historia e botës në këtë rast të dhënë. Kujtimet e Adrianit nga Marguerite Yourcenar Senar, një libër që do ta lexoni patjetër një herë në jetë.